Gjatë hyrjes në vendvotim, anëtari i Këshillit Zgjedhor të kontrollon gishtin e madh me llampën ultraviolete. Pas kontrollimit të gishtit të madh, e tregon lejen e njoftimit ose pasaportën. Pasi të vërtetojnë identitetin tënd, të gjejnë në listën zgjedhore ku duhet të nënshkruhesh. Pas nënshkrimit në listën zgjedhore, të japin fletën e votimit. Pastaj, vijon spërkatja e gishtit të madh të dorës tënde të djathtë me ngjyrën ultraviolete. Drejtohesh kaq paravani votues. Mos harro, voton në mënyrë të pavarur pas paravanit. Votimi është i fshehtë dhe vetëm ti mund të vendosish për kë do të japësh votën tënde. Votimi është e drejta yte e garantuar me kushtetut. Një votues, një vot. Pasi të japësh votën tënde, fletën e votimit e lëshon në kutinë e votimit. Pas votimit të kryer, antari i Këshillit Zgjedhor, i cili është i obliguar për listën zgjedhore, votuesit ja kthen lejen e njoftimit ose dokumentin udhëtues.